Këshilli i Bashkisë Islame në Prishtinë ka hedhur poshtë akuzat për keqpërdorim të mjeteve që mblidhen nga antarësia, duke i cilësuar si të pabazuara pretendimet e ish-arkëtarit Bahri Rexha të bëra në emisionin Betimi për Drejtësi, që transmetohet në KTV. Në konferencën e mbajtur të dielën, përfaqësuesi i BIK-ut, Bahri Sejdiu tha se fonde ka keqpërdorur vetë Rexha, ndaj të cilit u shpreh se ka ndërmarrë veprime ligjore. Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës ka ndërmarrë hapat procedurale. Padinjë civile për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga veprimet e dyshuara të ish-arkëtarit Bahri Rexha, bazuar në provat përkatëse, si dhe kallëzim penal pranë prokurorisë për veprat penale të dyshuara që kanë rezultuar nga veprimet e tij. Avokati angazhuar nga BIK-u, Florim Shefqeti, theksoi se në këtë institucion kanë fakte që ish-arkëtari Rexha ka bërë tërheqje të mjeteve të Bashkisë Islame në vlerë afro 30.000 euro, e që nuk dihet ku kanë përfunduar. Është konstatuar apo është thënë edhe fakti që ka pas tërheqje të mjeteve apo dhënie të mjeteve. Realisht ne kemi thënë edhe për atë emision që është publikuar që kanë qenë 2 tërheqje që i ka bërë zotëri Rexha 19.000 dhe 17.000 euro dhe nuk dihet ku i ka qenë. Sipas Bashkisë Islame, Bahri Rexha në pozitën e arkëtarit nga viti 2020 deri më 2022 ka tërhequr nga llogaria e BIK-ut 166.000 euro pa mbulesë, të cilat sipas institucionit kanë shkuar në llogari të ndryshme, herë me përshkrim të arsyes e herë pa të. Në emisionin Betimi për Drejtësi për keqpërdorime me mjetet e Bashkisë Islame, Rexha shfaqsoi veten, e përgjegjës tha se janë zyrtar të lartë të BIK-ut. Rexha ka hedhur akuza edhe ndaj muftiut Naim Tërnava dhe kryetarit të Këshillit të BIK-ut në Prishtinë Hetem Sopjani. Rexha pretendon se në vitin 2022 për motive personale muftiu Tërnava i ka kërkuar një herë 20.000 e më pas 15.000 euro para në dorë nga arka e BIK-ut. Ish-arkëtari Rexha tha se parat ja ka dorëzuar Tërnavës në zyrë, ku ishte i pranishëm edhe zëvendës kryeimami Idris Xhigoli.